Në këtë video do të shohim hap pas hapi qysh importojmë faturat e blerjes edhe shpenzimeve në platformën Zen365 automatikisht duke përdorur inteligjencën artificiale. Fillimisht I grumbullojmë në një folder apo në disa foldera kategoritë e ndryshme të blerjeve, qysh janë bleret për mall, për shpenzime apo investime, dhe pastaj shkojmë në platformën Zen365.ai me butonin kyçë këtu. Nëse keni llogari aktive, thjesht kyçeni, nëse jo, ju nevojitet me kriju fillimisht llogarinë. Këtu është në të majt një video informuese se çysh hapet llogaria në Zen365. Vazhdojmë kyçu. Pasi të jemi kyçur në platformë, shkojmë tek menyja Dokumente, te ky opsioni këtu, dhe kemi dy foldera. I pari është për blerjet e mallit dhe I dyti për blerjet e shpenzimeve. Tek opsioni Ngarko file ose upload, I marrim çdo dy fatura që janë blerjet mallit. AI në prapavi I lexon si subjekt edhe krejt artikuj që janë brenda çdo dy faturave dhe I krijon, t'jep një mundësi vetëm për aprovim që me I shmang gabimet. Për një konfirmim I dy fesht është I nevojshëm. Këtu I kemi krejt artikuj, 15 artikuj janë prezent në këtë faturë. Kemi mundësi me pa edhe një herë dokumentin, para se me rujt vlera totale të vëshë dhe vlera pa të vëshë apo e tatueshme. Dhe vetëm e finalizojmë. Ky dokument u postu, u rrit në kontabilitet. Dokumenti I dytë I blerjes është ky, me një artikull, krijohet dhe pa që brenda disa sekondave I bëm dy blerje të mallit. Në fakt këtu janë 16 artikuj dhe 2 subjekte. Subjektet hapen te ky opsion, blerjes të furnitorit, që të dyja janë krijuar automatikisht, dhe gjithashtu I kemi 16 artikuj. 15 fatura parë dhe një pat fatura dytë. Raporti I stokut gjithashtu me rëndësi, këtu është kriju komplet automatikisht vetëm nga leximi I dokumentit përmes inteligjencës artificiale. Shkojmë në një të dokumentet, faturat e shpenzimeve, I ngarkojmë përmes qiti opsionit drag and drop, ose mujmë edhe me kërku manualisht në folderin ku I kemi rujt. Qëto fatura ka një kohë që kërkon tash procesimi për disa sekondave nga AI, me lexu çdo artikull brenda secilës faturë të shpenzimit. Natyrisht dhe hapjen e subjekteve në prapavi. AI ka lexu komplet faturat në prapavi, për shembull një prej faturave që tash do ta kontojmë bashkërisht është kjo fatura e diellit. Fillimisht shkojmë te ky opsioni krija blerjen, e zgjedhim furnitorin 3P. Dhe këtu kemi një opsion me zgjedh konton apo llogarinë kontabël. Mund të jetë për shembull shpenzimi rryma uji, telefoni, interneti, që në këtë rast përshtatet të jetë shpenzimi I zyrës. Next, finalizo. Me qenë se kjo veç është postu, mujmë me testu edhe të njëjtin, mund ta testoni edhe ju. Pas futjes së një shpenzimi në mënyrë automatike, njihet edhe shpenzimi në P&L apo ato që njihet shqip pasqyra e të ardhurave. Inteligjenca artificiale e bën më të lehtë punën edhe të kontabilistit por edhe të biznesit. Prej faturave fizike, të fotografuara ose të skenuara, bëhet importi dhe futja atyre në sistem në mënyrë shumë të lehtë. Ju faleminderit dhe çdo të mirë.